Korridorin 8 Ballkanit Perëndimor, që është ylla kurrizore që lidh Shqipërinë me Maqedoninë e Veriut, e cila është tashmë kritike edhe për sigurinë në Europë dhe është shndruar një korridor sigurie të NATO-s, po përmirësohet. 344 milion euro në investimin e kuru, 112 milion euro në infrastrukturën e rrugëve të reja, dhe nuk është thjesht një vijë në hartë, është natyrisht një kabull që lidhet me zinxhirin vleror të Europës. Pra kur Europa rivendos zinxhiret e furnizimit, Ballkani Perëndimor nuk duhet të jetë një spektator, duhet të jetë një destinacion dhe këtë po bëjmë. Shtata, horizonti i ri i investimit i Europës, Ballkani Perëndimor, për dekada, rajoni është trajtuar në rastin më të keq si një luftë për t'u marrë, apo në problem më të mirë, në skenarin më të mirë, një problem për të menaxhuar. Ndërkohë që investuesit tashmë shohin diçka ndryshe. Një treg një forcë pune, gjeografi dhe harmonizim politik me Bashkimin Evropian. Investimet më të fundit i thonë gjithçka, 7 deklarata investimesh, 24 propozime për investime, 10 memorandume mirëkuptimi midis Bashkimit kompanive europiane dhe Ballkanit Perëndimor, 4 partneritete të qëndrueshme, gjithashtu dhe konferenca të ndryshme. Çdo shifër ka pas një vend pune, një pagë, një familje, një shpresë. Kur vin investimet, migracioni ulet, kur ekonomitë rriten, sigurisht që kufit do të kenë rëndësi më pak. Kur mundësitë rriten në vend, Europa do të bëhet një destinacion bashkëpunimi, jo një rrugë ikjeje. Ballkani Perëndimor po ecën nga rreziku në mundësi. Për vite të tëra jemi quajtur të paqëndrueshëm, paparashikueshëm, shumë të ndërlikuar, por faktet sot tregojnë të kundërtën, po vërtetojmë reforma dhe investime që Ballkani Perëndimor nuk janë pika e dobët e Europës për mundësia e Europës, një tregëri, një krah pune i kualifikuar, një vendodhje strategjike, një rajon që kërkon të rritet me Europën dhe jo në kurrizë të Europës. Ne po lëvizim nga skajet e hartës në qendër të historisë son europiane edhe përmes ekonomisë. Europa nuk është diçka të cilën po e presim. Europa është diçka që po e ndërtojmë. Çdo gjë e diskutuar sot çon tek një vërtet e thjeshtë. Ballkani Perëndimor nuk po kërkon ndere, dhe kjo është diçka që mund të ndihet e mund të dëgjohet në çdo pohime deklarat të udhëheqësve për Tryezës. Askush nuk po kërkon nder. Askush nuk po thret për të shpërbyer me ëmbëlsira. Gjithkush vjen me krenarin për të ofruar vlerë dhe për të ofruar mund e djers. Fal Zotit, nuk duhet gjak. Ne nuk po lutemi për të hyrë në Bashkimin Evropian, nuk po kërkojmë lëmosh, po provojmë çdo ditë se jemi gjithmonë më gati. Ne nuk thjesht po flasim, po japim rezultate dhe më lini që ta them në mënyrë më të drejtë për drejtë. Sa i takon pjesës së konvergjencës. Në konvergjencën e Ballkanit Perëndimor, Europa bëhet më e fortë. Nëse Ballkani Perëndimor është stagnacion, atëherë Europa bëhet më e dobët. Nuk ka variant të një Europe më të fortë me një rajon të dobët ballkanik në mes të saj. Dua ta përmbyll duke ju thënë qytetarëve tanë. Nuk po ecem drejt Europës me duart bosh. E as pak si ata që lypin lëmosh, po ecim me rezultatet arritura, me reformat të realizuara, me investimet të siguruara, me detyrat tona të shtëpisë të plotësuara në çdo hap. Dhe ne do të vazhdojmë të ecim përpara derisa Ballkani Perëndimor të hyjë në Bashkimin Evropian jo si të ftuar, por si kontribues për sigurinë, ekonominë dhe të ardhmen e tij, e padyshim si kontribues të sigurisë të tij. Sepse gjithë e dinë, e Marta e di edhe më mirë, që për sigurinë tuaj zgjidhni një Ballkanës. Dhe kjo funksionon gjithmonë. Dhe për sigurinë e Europës.
Zgjidhni Ballkanasit. Ne mund të jemi truprojat e Europës. Dhe më pas Europa do të ndihet më e sigurt shumë më